Vendimi 2583, fraksion 5, prot I kryetarit bashkisë për miratimin e ndërtimit të rikonstruksionit të rrugës auto me gjatësi 420 metra linar që lidh lagjen Melth, fshati Gjugj me rrugën ekzistuese të zonës njësia administrative FAN me numër 4608 Bashkia Mirdit. Pika 5 e renditditës, projekt vendimi numër 3302, fraksion 1, prot I kryetarit bashkisë për dhënien e pëlqimit në miratim, për kalimin e objektit numër 1, fraksion 107, zona kadastrale 3324, me sipërfaqe 255 metra katror, në transferim kapital në Bashkinë Mirdit, si dhe miratimin e këtij objekti për funksionin muze të industrisë Bakrit Rubik, Bashkia Mirdit. Pika 6 e renditditës, projekt vendimi numër 3282, fraksion 1 prot, I kryetarit bashkisë për miratimin e draft memorandumit për partneritet dhe bashkëpunim të ndërsjellë ndërmjet Bashkisë Mirdit dhe komunës Nova Raca, Republika e Kroacisë. Pika 7 e renditditës, projekt vendimi numër 3289, fraksion 1 prot I kryetarit bashkisë për miratimin e binjakëzimit dhe të bashkëpunimit institucional ndërmjet Bashkisë Mirdit dhe Bashkisë të Nicës, Republika e Polonisë. Projekt vendimi numër 8, projekt vendimi 3310, fraksion 1 prot I kryetarit bashkisë për miratimin e letrës së marrëveshjeve ndërmjet programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim, Bashkia Mirdit dhe për zbatimin e projektit askush të mos mbetet pas. Pika 9 e renditditës, projekt vendimi numër 3308, fraksion 1 prot I kryetarit bashkisë për miratimin e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve në programin buxhetor afatmesën 2027-2029 Bashkia Mirdit. Pika 10 e renditditës, projekt vendimi numër 29 fraksion 3 I kryetarit bashkisë për fond rezervë Bashkia Mirdit. Pika 11 e renditditës, projekt vendimi numër 3082 fraksion 2 I kryetarit bashkisë për përdorim fonde rezervë Bashkia Mirdit. Pika 12 e renditditës, projekt vendimi numër 3094 fraksion 2 I kryetarit bashkisë për përdorim fonde rezervë Bashkia Mirdit. Pika 13 e renditditës tërhiqet nga kryetari bashkisë. Pika 14, thim përgjigje Këshillit Bashkiak numër 3909 fraksion 1 datë nga njësia administrative Kthell. Faleminderit. Tash dy gjona që du them fillimisht, do t'ju lutem në radhë parë të respektojmë njëri tjetrin gjatë bashkëbisedimit. E dyta që du të them që të kemi raportet sakta në marrëdhënie me njëri tjetrin. Atëherë faleminderit, vazhdojmë me pikën e parë të renditditës. Më falni. Kush është dakord të operojmë me këtë renditje? Më falni. Abstenim kundër? Miratohet, faleminderit. Atëherë vazhdojmë me pikën e parë të renditditës, apo sepse komisionet për pamundësi plotësimit të CV-ve nuk janë realizuar asnjë nga komisionet, kështu që do të kalojmë direkt në paraqitjen e miratimit të sipas programit me sipër që lexova. Atëherë kush është dakord me pikën e parë të renditditës për miratimin e ndihmës ekonomike? Mene Katoni, Alda, Franz. Katoni. Abstenim kundër? Abstenim kundër. Miratohet, faleminderit. Kalojmë në pikën e dytë të renditditës. Ishe krejt.
për miratimin e ndihmës ekonomike për bllokimin me fonde bashkie. Kush është pro? Abstenim kundër? Miratohet, faleminderit. Kalojmë ke pika 3 rendit ditës për dhënien në përdorim me kontratë qiraje të fondit pyjor kullësor, subjekti 8 Albania. Besoj që ju kemi dërguar gjithçka. Okej. Atëherë pika 4. Mos votohet, nuk ka nevojë të votohet sepse ka veprimëria e të drejtën që janë me atë. Atëherë pika 2 të saksionohet. Pika 4 hiqet. Pika 4 hiqet dhe jo, pika 2 të saksionohet afati, jo një vjeçar. No. Në seksionin vendim. Okej, faleminderit. Pika 4 pa nevojë. Pika 4 është e panevojshme. Atëherë po? Për sa i përket këtij projekt vendimi për dhënien përdorim me kontratë qiraje të fondit pyjor kullësor të subjektit 8 Albania, tunel, miting, fsha, në njësinë administrative Orosh. Ne para një muaj miratuam mbetjen e Këshillit Bashkiak për sa i përket zonës përlatë një vendim të tillë. Aty u lanë dhe disa detyra që informacioni i njësisë administrative dhe i kryeplagut të zonës Kardë. Aty kemi qenë prezent edhe në takim 5-6 këshilltar. Dhe me sa kam dëgjue, kjo firmë ka realizue shumë nga ato detyra që. Dhe Bashkia Mirdit, kryetari i bashkisë si institucion, i ka të gjitha mundësitë e kontrollit, e riparimit, e rregullimit të gjithë kërkesave që kërkojnë banor, njëkohësisht edhe ato problematika që linin që të rregullohen ose të penalizohen. Çdo projekt vendim, Bashkisë Mirdit i sjell tarë. Këshilli i Bashkisë, administrata e Bashkisë është bashkëpunim me biznesin dhe kur kërkohet mbështetje, jepet leje nga qeveria. Kërkohet miratim nga Këshilli Bashkiak dhe Bashkia është pjesë dhe pronare e gjithë sipërfaqes pyjore dhe demografike për Bashkinë Mirdit. Tani, ne jemi në mbështetje të këtij biznesi. Ne dim se avantazhet janë shumë më të mëdha se sa disavantazhet. Për çdo projekt, për çdo subjekt që sjell të ardhura, ka dhe disavantazhe. Disavantazhet, po di shohim, janë të vogla. Por mundësia për të riparuar këto disavantazhe janë të mundshme. Tani ligji thot se si du të funksionojë një subjekt në territorin e Bashkisë Mirdit. Se si du të punësojnë njerëzit atje. Se si du të respektohet orari i punës, kriteret e punës, paga dhe mos kemi diskriminim aty. Ca problemet vogla kanë ndodhur. Tani, nëse kemi 10 persona që diskutohet, të punësohet me drejtën e tyre kanë marrë pjesë në atë kërkesat e sindikatës. Ku qëndron problemi? Ne nuk mund vendosim kushzim që të merren këta. Po ata duhet të rregullohen. Tani, jam i bindur që ky subjekt, përveç se të mirat e veta që ka sjell, ka dhe problematika. Është penalizuar në jetë ky subjekt. Sepse ai nga kushzimi jon nuk e pranon. Por kemi inspektoriatin. Baza ligjore është e plotë. Për gjithë dhe na jep ligji. Përveç se ju si administratë që keni detyrim ligjor të monitorohet në të vazhdueshme, po edhe ne si këshilltar bashkiak
kemi drejt të ngrim një komision të shkojmë atje. Unë për vetëm akuzohem edhe në rrjetet sociale që takon Hasanin, merr lek, voton pro bashkisë e kryetarit bashkisë djathtë e një tjetër, në drejtën e tyre. Kanë të drejtë. Ata le të flasin, kanë drejtë. Unë sot do të dosha kushtaj Hasanin, nuk e njoh kur. Unë kur tu ka përfaqësues të subjektit Tet Albania, nëse më ka pa kusht kur të jem në Spaq. Përveç se kam kaluar në një piknik në atje në Gurë Spaq, kam dalë një rast. Për herë të parë. Po kur atje ka dhe vezë e mishe e çaj pa lek që të respektojnë. Por unë s'kam shku. Do të shkoja, do doja të takoja, s'kam asnjë interes. Por 10 punojës, kryetari i sindikatës, që s'ka nevojë për emër se lojnë gjithë se ka diskutuar. Punojësit që janë të majtë djathtë, të vendoset kriteri si që u rregullue në Përlat. mënyrë të shkëlqyer, të rregullohet në Spaq. Sepse nëse e votojmë këtë projekt me interes për Mirditën, bëjmë shumë mirë. Por nëse ai tregohet arrogant dhe me probleme, e kemi në dorë dhe jo kush më shumë se kryetari i bashkisë që të rregullohet gjë, të respektohet gjë, siç e ka ligji. Jo kushëzimi nga ana jote. Faleminderit. Faleminderit Lega. Po? Ja, afroj mikrofon. Ne votum njëtën çështje, votum dhe herën e mbledhjen e shkuar që kaloi. Doja të di çka ka ndryshuar nga mbledhja e shkuar në sot, sepse ne dham në rast se nuk gabohemi ishte mentori që dha disa arsye sepse nuk duhet ta votonim rradhën që shkoi. Dhe tha për këtë arsye nuk po e votojmë deri në një moment të dytë. Doja të dija a ka ndryshuar diçka nga muaji që shkoi në këtë moment që flasim, që një na rivjen në këshill kjo çështje? Atëherë për ti përshëndetje Qille, për të dhënë përgjigje dhe Lekës dhe Kertës. Ky projekt patjetër që është ndër projektet të rëndësishme që miraton ky Këshill Bashkiak, patjetër që e diskuton edhe problematika që shpesh ka ndodhur mes kompanisë dhe punojësve të saj. Kemi, besoj, jo vetëm ju, po gjithë opinioni publik është në dieni edhe të problematikave që kanë qenë në Spaq. Kemi pas diskutime të herë pas hershme për ato problematika. Në mbledhjen e fundit është diskutuar edhe për si kërkesë e Këshillit Bashkiak dhe që në fakt u la edhe si porosi u shtyp për këtë mbledhje për punësimin e mos gaboj një numri 7 apo 8 personave që nuk janë punësuar akoma në kompani. Kësaj kërkesë të Këshillit i është përgjigj kompania me një shkresë që besoj nuk e di a kanë sjell apo jo, por që në shkresë përcaktohet që disa nga këta punojës janë marrë jo në vendet e punës që kanë qenë, disa të tjerë janë në gjyq me kompaninë, që do thotë janë në marrëdhënie juridike gjyqësore dhe që nuk mund të ketë një kontratë punësimi për sa kohë ato janë në veprime gjyqësore. Nëse do veprohet dhe gjykata do vendosë për kthimin në punë apo pagesat që ju takojnë sipas ligjit, do të respektohet kontrata, do respektohet vendimi i gjykatës dhe kështu do vazhdohet. Kjo është përgjigjja edhe në shkresën që ka bërë kompania. Në lidhje me problematika tjera, absolutisht jam krejtësisht dakord me ju që kompania duhet në mënyrë imediate të rishoh të gjithë skemen e punojësve. Pjesa normalisht teknike e punës nuk mund të vendosim kushte, sepse janë specialistë të fushave që mund t'i marrë kudo për nevojat e tyre, por pjesa që mund të jenë specialistë dhe punojës brenda territorit të Mirditës duhet të jetë unanimisht që të merren nga zona e Oroshit dhe pastaj nga zona e gjithë Mirditës që mund të punësohen aty. Dhe më këtë qëndrim, absolutisht që nëse miratohet, unë do e vendos në kontratë që do lidhet mes bashkisë dhe firmës, pikërisht këto kritere dhe këto kushte që t'jenë
të panegociueshme me askan. Ka që kam. Po pra, këtë thash, pra, një pjesë të tyre janë kthyer në vende jo në vendet e punës që kanë qenë, por janë në punë në Spaq. Një pjesë të tyre janë në marrëdhënie juridike gjyqësore me kompaninë. Pra, mos gaboj 4-5 janë në gjyq, nuk e di fiks me numër, por të tjerët janë edhe në gjyq, por disa janë që dhe punojnë me nën kontraktorët brenda territorit të kompanisë. Faleminderit kryetar. Po? Si Unë quhem Petrit Suli, nga Gurspaqe, nuk kam marrë si përfaqësues i minierës ose i kompanisë, po kam marrë si banor i fshatit Gurspaq. Unë duhet ju them vetëm diçka për atë firmë që punon atje. Pa desh me dalë mbrojtjet aty. Unë di vetëm t'ju them kaq, që para 10 vjeç banorët e Spaqit kishin lista në përdyshim. Sot nuk kanë. Para 10 vjeç kishna rrugët e bllokuar, po sot s'ka rrugë bllokuar. Para 10 vjeç nuk kishna as drita, po sot i kena, s'na mungojnë asnjë. Ditë tham vetëm kaq, unë punoj për kam 10 vjet. Galerinë me shtëpinë tim është 100 metra. Në sajt asaj galerie, unë sot përfitoj i pension, që kam siguruar jetën time. Po të kishen dash edhe tjerë, kishen punu si unë. Edhe do kishin siguruar diçka. Pa unë burë, pa thënë nëjë diçka, mos ma merri për më në malësi, unë di thamë kash, në sajt asaj punë, në sajt asaj kompanije, unë kam blerë një shtëpi në Tiranë. Tjerat për ju lajmë ju. Ju faleminderit. Faleminderit. Krye plak Astrid, kemi thënë një fjalë? Okej. Faleminderit. Po Berti, 1 minutë me radhë. Përshëndetje të gjithëve. Tani unë jam këtu se isha edhe në mbledhjen e më përpara, më s'po ju prezantohem se më njihni besoj të gjithë. Unë nuk jam kundra biznesit, e kemi thënë edhe herën e parë. Unë jam kundra fjalës së pamajtur dhe nuk kuptoj logjikën që thonë se ka bën shumë, nuk po themi se s'ka bën kompania, por që të heqësh punor në mënyrë të padrejtë dhe të thush që janë gjyq dhe tani nuk marr dot, kjo është nonsens. Për mua s'ka as logjik juridike as njerëzore. E dyta, kur bëhet punë për numrin e të papunësuarve, të pakthyerëve në punë, abuzohet shumë. Për faktin se janë 13 veta në gjyq e unë 14. E sa të tjerë që nuk kanë hap gjyqë nuk janë, dhe kur vjen puna për kompaninë, kompania thotë ta nuk i kthej sepse janë në gjyq. Okej, po e lëm ashtu si thot kompania. Në anën tjetër thot, unë i kam punësuar këta, edhe ka edhe ata që janë gjyq, janë punësuar me nën kontraktorin. Kur ka interes kompania thot i kam punësuar. Në fakt nuk i ka punësuar se libretën e punës ja plotson nën kontraktori. Se mund të marrë edhe një privat ai zotnia që kam përballë atje, ti bëj në merrmetje ke shtëpi, po s'do të thosim ka punësuar kompania. Një sekund. Nëse. Tani, ata kanë thënë, kur nga kanë vuni atje, para i viti, kur kanë vuni rreth aty me shku me harë buk kemenca si me him për shtrun, kanë thënë e kemi prej punëtorëve të nën kontraktorit sepse na futën pa ashtu. Tani kur ka interes thot janë punëtorët e mi edhe ata. I ka atje një pjesë të mirë të këtyre që janë edhe gjyq edhe vazhdojnë punën. Dhe desha t'ju bëj qartë se nuk janë vetëm 5-6 veta, por janë 18-19, mos 20 veta, jo që është me shkrim daç. Dhe unë jam këtu, një sekund, kryetar, unë jam këtu, thjesht me ashtu. Ty ta kanë dhënë llafin, ka i vit. Po do të pyet, sa prej tyre tani janë punë? Ti thu 10-15. Nga ta 10-15 sa janë punë? Konkretisht që punojnë sipas
Jo ke kompania, se të Me nën kontraktorin, me kompaninë. nën kontraktori, o zotëri, ti mund të marrësh mu ke bashkia këtu, ti do të heqë dorë nga gjyqi unë atje. Mos ja fut një kontraktori, nën kontraktori nuk është në marrje atyre. Unë po them që puna. Ai ka kontratë me kryet me ata si përmarrësin e nën kontraktor, jo me gjithë punëtorë. Kontratat e nën kontraktorëve nuk i nënshkruan tet Albania, shkurt muhabet. Shiko, ata kërkojnë kthiminin në vendin e punës. Tek nën kontraktor njëkohësisht të vazhdojnë procesin gjyqësor. Po, Por për kthimin në vendin e punës janë me kompaninë në gjyq. po. E këta vendos gjykata, nuk e dinë e sa e drejtë e pa drejtashme. Ore, unë po them që ai edhe ata si kanë shku kënë në kontraktori i proklamojnë sikur janë punëdhës të Tet Albanës kur ka interes i ka numëruar, i ka bërë 350 dhe disa ka qenë se ka punëdhës, që realisht nuk i ka, se ku ishin lekët ata nuk e di. Si ka marrë kush me zor. Unë thjesht, a? Në dëshirën e vet janë punë ata. Po mërë po, si ka marrë kush me zor, nuk sa kush. Nuk sa kush se ka marrë me zor. Pa të shkoj unë, atje ke në kontraktori, a më lejnë me marrë, 6 muaj ka vujt, se s'po ja zojemi tashin. Djali huj 6 muaj për me e fut ke Vitor Ndoj. Se nuk e lejën ata, se thonë ky anë gjyq me ne. Si që nga kjo puna, jam pronarët e mirëtitës ata më burë. Ka si thjeshtë. Nuk është ajo. Nese, unë sa është jem tu, thjesht me pa sa ka realizu nga ato që lata ditë që i propozojmë në torneu. Dhe nuk jam këtu me thjesht me pa që si do votoni, atëherë këto urdhër politike këto nuk kam parasyshën se si i zbatoni ju keni punën tuaj. Shë ka hapë. Faleminderit. është për i përlati. Po? Po 1 minutë, Simon, t'ludem, flasi. Tani gjithë ndërmarrët, si kompani private, edhe shtetërore, funksionimin e kanë të ngjashëm. Kontradikta ndërmjet punëmarrësve dhe punëmarrësve ka ketë gjithmonë. Normalisht. Edhe ke bashkia janë kalkuar dokumentet nga QKF-ja. Edhe ata kanë bërë me protestues që i thanë, nuk e zot po që duhet të bëhet QKF-ja. Edhe atje, lega përmeni, thënë që se shumica e të mirave që vinë nga jo kompani janë më e madhe se sa të këshijet, unë nuk jam me këte, unë jam, aty kam mbi 300 familje mirëtitore që kryen të ardhura. Dhe në që se 10 vetë kanë shku në gjyq, pse du t'i penalizim këtë 300. Pra që është shumë më i madhë. Dhe një banori spaqet e këtu dhe e deklarët, thëtë, unë kam arrit kam blerë dhe shtëpi në Tiranë si rezultat i punësimi që kam pas nga kjo kompani. Dhe kjo kompani për deri sa është në rregull me çdo letër, me shtetin shqiptar, i pagun Bashkisë Mirdit tatimet, taksat. Atë pse ne duhet të ashëm? Kështu që unë si këshilltar bën atë vërejtje për projekt vendimin, që duhen bën atë ndryshime ke projektin, por që ftoj këshillin që ta hedhim votë dhe ta votojmë. Më të merremi matani. Thash, të gjitha kompanitë, si private, si shtetërore, do kenë kontradikta punëdhënësi me punëmarrësin. Edhe unë këndërmarrja ime kam, bile më ka qenë edhe në gjykatë, se e kam pagu parë ke puna. Më ka qenë në gjykatë për kështu që kontradikta do ketë, gjyqet do ketë, të drejtat do t'i japi gjykata e kështu me radhë. Urdhëron? Po pikërisht pra. Ato janë struktura që merren me të drejtat. Kush ka drejt pastaj? A mund ta ndigjojmë? Faleminderit. Nuk i pegon aktivitetin kompanisë, por i pegon zgjerimin. Po kuptoj pra për zgjerimin po flasim. Po pse ta pengim zgjerimin vetë? Sa do rrugë që dorë me miratu ju janë bërë çu 2023. 2023. Po, Simon? Për mund bashkia, s'ka si na sill projekte që janë miratu në 2023. Tani, Vazhdo, Simon? Do t'i lutem, Oberti. jemi të prirë që besim projekt vendimi që na kanë sill këto. Përshëndetje gjithëve. Po, Simon? Unë jam Simon Leshi, kryetari i fshatit Shmëri Zajs, njësia administrative Orash. Si çdo fshat, edhe fshati jon ka probleme shumë, por një ndër problemet më kryesore është uji i vadic dhe uji i pishëm. Ne jena tash 300 vjetë, mos më tepër, por ja uji kanë zënë parë tanë aty.
në shmëri, në atë pruë, deri vonë edhe mulleni ka pas bluë, sot shkoni e verifikoni, asë një të pagom një polë që nuk mushet. Dhe janë 22 familje, që i kam marrë listat ke Osheja, ja unë bashkit edhe ju, i kam shumë dhe të Albanijës. Edhe kërkesën, për pishëm edhe u i badisë, dhe po të doni ja unë edhe kërkesën këtu, kam edhe kërkesën në të doja këtu në përfaqësot dhe të spashit. Dhe si do bëhet? U i pishëm i molëzës, Atëre, unë të rejtë të akzër shpinë. Simoni, lutem, Po. tashi, atyre s'ke pse t'ju drejtohesh fare, Dakor, a janë përfaqësues të lutem. kompanijës? Jo, s'janë përfaqësues. Dakor, Janë, falje, kërkoj të njerëz. lutem, Simon. Të lutem, Simoni. Unë vjet, dakor. Kërkoj A njerëz. mune me folun nga herë? Po, falsa. Faleminderit. Tashi, të gjitha ato kërkesat që ke, do të lutem, arshivojnë në sekretarin e të depoziton kë kryetari bashkisë. I ke sjell. Unë kam kërkesat Që A mund t'i dim dhe ne të kërkesa Tani kryetari? ata Kërkesat, shkojnë sepse ja me po Simonin, si ma të lutem. Për Tani derisa kemi ka diskutuar ardhur. bashkë këtë gjana dhe tani Simoni, pra i bie është. Jam pak kërkues, Lutem. dhe unë kam pozit tani. S'ka si problem, je kryetari i Por, fshatit dhe ke shumë këtë mirë drejtën që- me kërku, sa është e drejta jote dhe e banorëve, të kanë sjellë ata. Ban fakt prej 2 vitesh që diskutoj me Simonin për ujin e pishëm të Shëmërisë. Edhe vadit si Ka një kryetar. burim uj, që është si për katunit, mos gaboj diku 300 metra, sepse kemi ble edhe tubin, Simona, ja kemi pruat. Është po tubi jam të Po, thatë kryetar. tani- Analu nga punimet. Tani, U kanë një Simoni 6 pretendon, Simoni pretendon. Ora duhet që na kanë ndaluar. Tani, lutem tash. Simoni pretendon që nga punimet e Lerive. firmës në Spaq, ka ndodhur një tkurrje ujit Është fatike në Shmëri. Ky është pretendimi i Simonit. Unë i kam kërkuar në fakt edhe kompanisë për ta pa pjesën e drejtimit ku kalon ajo miniera, sepse ajo pjesë është nën tokë. Normalisht këto janë pjesë e dameve që shkaktohen nga ndërprerja e burimeve të ujit që kalojnë nën tokë me kryerjen e punimeve që hapen tunelet. Por kjo është diçka që mund të flasë dhe Nikolini si mund zgjidhet me ndërmarrjen e ujësjellësit, apo dhe mund të flasim po me kompaninë, si mund gjem e para ta verifikojmë sa realisht ka ra numri ujit, po themi sa ka ra ujë, niveli ujit aty, por sasia, por edhe për të parë se ka zgjidhje tjetër me kompaninë apo me bashkinë. Kur e kemi diskutuar, Simon ka qenë kërkesa që m'ash drejtu mu, m'ash drejtu që nuk kemi tubin e ujit për ta prunë nga burimi ke në fshat. Po, ne kemi sjell tubin e ujit, tani thot ka ra niveli ujit. Jo, Të pjesë. e gjen kërkesat. Bayram një serim që mos ketë kish këtë Dhe i kopje kam këtu, nda si ora dhe i kopje. Simon, për gjitha këto do t'jesh në konsiderat të plot për gjitha pikat që ke. Urdhëro, zoti. Tani që mos kena kish kuptime. Shmëria është merrjetin e ujësillësit me ujësillësin e mirëditës. Sa shpike po? M'fal. Unë aktualisht jam M'fal. Të gjithë ata që kanë kontratë me ujësillësin, që jam pa ujë. edhe hepa O Simon, lutem lene me fol. Burimet personale, burimet e ujitpishëm personal, privat, që nuk kanë lidhje me ujësillësin. Dhe ujësillësi. Ujësillësi funksionon dhe depoja e Shmërisë, e Shtrungajt, e Zajcit dhe Mashërkorit furnizohen 24 orë me ujë, depot. Dhe fshatrat kanë ujë, kush janë me kontratë. Unë nuk jam këtu me ju dhënë ujë atyre që s'kanë kontratë. Se më penalizojnë mua pastaj. Pra, fshati Shmëri është me shërbimin e ujësillësit, ata që kanë kontratë marrin ujë. Për burimet, është gjë tjetër. Ja garantojmë vaditje. Pra, për burimet e ujit është problem tjetër. Ta O ndash ujë nga pishëm ky, ta ndash nuk nga o për uji vaditjet. Ka familje nuk ka mundësi me përballuar. Çfarë nuk ka? Tu pagohen. Sa hatin, unë jam konsumim këto. Jam 40 pensionista tjetër atë. Është tjetër gjë ajo. Po si tjetër ai Tashi- ka pasur ujë parë, pa pjesë, pa gjë. Tani,
Kontrata për pensionistat e vetmuar shfalas. Kontrata për pensionistat e vetmuar shfalas. Ndërsa baza materiale do blesi çdo aponent tjetër. Ndërsa si kontrate përfiton falas. Uji pishëm është ndalum i burimit malit, që është qysh partan. Është ndalum nga punimet e spaqit. Një gjë. E para. Lutem, mos përsërisim gjëna. Iku kjo. Mesazhin e morëm, tubacioni ka ardhur, s'keni qenë të zot. E dyta. Do ta bëjmë si kërkesë primare, si për vaditjen, atë që bën për përlati. Njëve, pra, si për vaditjen, si për ujësjellësin, do ta bëjmë si kërkesë në kontratën që do të realizohet me kryetarin e bashkisë. Faleminderit Simon Muntuli. Jo, kisha vënë diçka. Po? Unë do ik do lëviz tani. Dom një punëtor mirëmarrje, ne kemi pas punëtorë edhe në Ashtek. Ka 3 vjet që zona aty nuk ka punëtor mirëmarrje fare. Ka dalë në pension dhe Ashtek dhe avun rreshën. Mirë se është punë e burrë, por na duam mirëmarrje, që nuk rrim me lopat. Ngralla tu marr fëmijët e lasës edhe pensionistët e lanë. Okej. I keni gjitha kërkesat dhe shikoni këto. Respekte. Lutem jepja mikrofonin. Po ja shpjegoj pak punën e Simonit dhe të rrugës. Ja do t'ja shpjegoj këtë gjë sa shumë esenciale ta dini. Sot normalisht që ja kemi disë Simon të lutem. Simon lutem. Ka disa kohë që e kemi diskutuar me Simonin, është të heq para disa vitësh punojsi dhe ka dalë pension dhe është zëvendësu me një punojës shërbimesh në Reps. Punojësin e shërbimeve, po themi pastrimit, gjelbrimit në Reps, e kemi diskutuar me Simonin dhe 2 ditë në javë të qojmë atje. Tani, aq punë sa ban Simon të lutem. Por nga që çka ka ndodhur tani? Nga që nuk ka bën sa duhet, po, Simon, jo, të lutem. O Simon, a mundem se kjo ka esencën më të madhe të tani gjën këta. Nga që nuk ka rendiment shumë ai me 2 ditë, e kam punësu Simonin 4 mujorsh, tash edhe të mirëmoj ujtë vaditës, edhe të mirëmoj rrugën. Në rregull Simon? A e një gjuhët? A vetë Simoni me 4 mujorsh, vetë Simoni, me shërbim, për ato shërbime të fshatit, Simon. Për këto shërbimi je Simon atje. Edhe me një mu fshatin, je me kontrat 4 mujore, lutem tash, s'ka as për tu. Faleminderit Simon, kërkesa ti morëm, atëherë a mund të vazhdojmë? Kush është? Po, zoti kryetar, desha me thonë dhe diçka, sepse ne që nuk hecim me masën nuk jena armiqt popullit. Falenderoj shumë Petritin për dëshminë që solli, unë kam qenë pjesë e kompanisë dhe njoh Petritin shumë mirë. I di aftësitë e tij në punë dhe mendoj që kompania ka privilegjin të ketë njerëz si ti dhe si familjarët e tu në punë aty. Nuk është të dhuru asgjë. Këshilli Bashkiak i dashur Petrit nuk është për të mbrojtë interesat as të tut, as të ati tjetrit, as të mit personal. Ne jemi këtu për të gjetë një balans midis të përgjithshmes. Si ta bëjmë që kompania në nivel territorial në zonën e Spaqit, paka shumë, sepse gjithë të dalin të kënaqur. Herën tjetër që ne refuzum kompanisë dhe bëm zhurmë, kush bëri pak, kush më shumë, ata që patën benefit ishin banorët e Përlatit. Në rast se Këshilli Bashkiak nuk do t'ishte krijuar oponencë kundrejt Tete Albanjas, Tete Albanjas sot do të vazhdonte punimet pa dhënë asnjë kontribut në komunitet. Kështu që ne kemi një kompani që po merr mineralet dhe shfrytëzon mineralet e Republikës Shqipërisë dhe të Mirditës konkretisht. Ne kemi një rent minerare të dashur këshilltar të maj që nuk na vjen asgjë, kështu që në nivel të përgjithshëm nga këto minerale ne nuk marrim asgjë. Unë kam qenë pjesë e Albanjas dhe e di shumë mirë edhe kontributin që në të shkuarën ka dhënë kontributin social që ka dhënë. Do dosha shumë që kjo kompani të ndjehej në territor, të ndjehej në shkolla, në kopshte, në qerdhe, sepse po merr të mirën më të madhe materiale që kemi. Ti po bësh rehat, shqyr.
Puna është territorit çaj mbetet. Brezat që vinë pas çaj u mbeten. Kështu që ne nuk jemi këtu për të ndjekur interesat personale as të Tita Albanias, as të Filanit, as të Fistekut. Ne jemi këtu për të gjetur balancat e të mirës përbashkët. Kështu që, dhe duke parë që nga mbledhja e shkuar në mbledhjen e sotshme nuk ka ndryshuar asgjë nuk ka ndryshuar. Nga mbledhja që e refuzum, i del që Këshilli Bashkiak herën tjetër që e refuzoi, tani që e voton, është të votoj kundra vendimeve të veta. Kështu që faleminderit. Nuk duhet me replike, kërë po sem absolutisht dakord tjerë. Ne sena këtu me bon balanca. Ne jena këtu me zbatu ligjin. Pra ligji për qeverisjen e nëse na thotë, ju keni drejt me marrë vendime me zhvilluar bashkëpunën e tim, ne duhet i marrim. Sena me kriju balanca. Projektet e zhvillimit. Atëre, a kalojmë në votim, do ju lutem. Kush është pro? Dhe ta kuptoj që po merr mineralin, pasurinë më të çmuar që kemi, dhe të jap diçka në territor. I zoti Zoj. po ne unë i njoh dhe vendimet e tuja që shkoj e protesto atje, pastaj voto pro. A je ti që ke shku të protestuve punëtorët, pastaj e votove herën tjetër. Erdhe atje në përlat e kundërshtove, votove pro. Ju shkoni kundra vendimeve tuja, ke kartoni një shit, atje ke banorët dhe jo. Në momentin Zotë kryetar, Kartoni është i joti, përse ka votu ja, lutem, Flori. Bravo, shumë mirë. Atëherë, Problemet e mia këto, problemet e mia i kam si tjetër kënd. Ne si këshill bashkiak në dy ndërgjesat, si kemi qanë me marrë opinionit, mendimet e popullatave përkatëse. Dhe s'kemi qanë si persona, individesh jashtë një programi të caktuar dhe kanë qanë të ftuar të gjithë këshilltarët me marrë pjesë në këto takime. Kështu që as ka qanë Flori si individ, as Aleksandri si individ. Flori ka qenë si përfaqësues, edhe unë si përfaqësues, ka qenë Leka, kanë qenë shumë këshilltarë që kanë marrë pjesë, qoftë edhe ju. Dhe ne kemi dëgju mendimet e fshatarëve, as ka dhënë mendim Flori, as unë, as një. Okej? Kush është pro? Atëre, 15 pro, 1 kundër, 2 abstenime, faleminderit, miratohet. Kalojmë me pikën 4 të renditës. Faleminderit. Pika 4 e renditës, projekt vendimi numër 67/1707/26 për miratimin e ndërtimin dhe rekonstruksionin e rrugës. Do t'ju lutem, o Gjeta, do t'ju lutem Gjeta, lutem largoni. Do t'ju lutem, Gerta. Në miratimin e ndërtim, rekonstruksion, rrugë auto me gjatësi 420 metra, që lidh lagjen Mlep të fshati Gjugj me rrugën ekzistuese të zonës. Kush ka në diçka për diskutu për këtë pikë të renditës? Këto janë atjere vetëm ndërhyrje, këto janë kërkesat të banorëve që duhen për
Si rregull do të ketë, duhet ketë, nuk besoj janë ndosje, por nuk e di tash ja i kanë sjellë ajo, por di që kërkesa është e tillë, kërkesa është e tillë që disa banorë nuk kanë rrugë për banesat, janë largu prej vitesh, duhen të rikthehen për të restauruar kullat e tyne, nuk kanë rrugë makine dhe kjo është e gjithë. Duhet jetë ndosje, kështu që ose Relacionin thot mi bashkangjitur. relacionin e ke aty besoj. Me sa informacion kam unë nuk ka asnjë konflikt. As ka konflikt, as ka punë. Jam informuar. Nuk ka. Nuk ka. Nuk ka asnjë konflikt. As Kush ka është lënë pro? aty. Marko ngre dy fish, Marko. Miratohet, faleminderit. Gjithë projsh. Nuk e di për të brave, se dim kanë ardhur, kanë kërkuar. Vazhdojmë me pikën 5 të renditës. A hiqen, a? Për i vendimi numër 17 datë 27/2026 për dhënien e pëlqimit me parim për kalimin e objektit numër 1 fraksion 106 107 kanë marru problematikat e veta. Do t'ju lutem qetësi. I kalëm Zonës kadastrale 3224 me sipërfaqe 255 metra katror. Me transferim kapital në Bashkinë Mirdit është problemi një dhomë muze që të dy jipet kërkesa që ne e për ta marrë në pronësi bashki. që do të bëhet Ku ndodhet? kjo në Rubik, do të merret kjo objekt dhe kanë kërkuar Sa të parashikohet më bën një fabrikë. ke metalurgjia kërkojnë një objekt për me bë një muze. Ke shumë. Po, ke shumë. Kërkojnë me bë një muze për të gjithë periudhën e shfrytëzimit minierës Bakrit Rubik dhe të gjithë Mirditës. Kush është? Po? Një minutë. Jo, po nuk e marrim ne me vendimin. Ne kërkesa e këshillit dhe vendimin e shkojet për Kush është pro? Do t'ju lutem. Lutem, Margu, kush është pro? ju lutem kartonat si më lart. Po. Silva do? Po. Miratohet, faleminderit. Atëre, për miratimin e draft memorandumit, kush është dakord? atëre janë dy marrëveshje të reja. Një minutë. Atëre dy projekt vendimet e radhës 6 dhe 7 janë dy miratime që bën këshill me rastet kur ka pëlqim të dy bashkive për të vazhduar drejt një binjakësimi. Dhe kjo është që Këshilli Bashkiak duhet të japë pëlqimin për marrëveshjet apo marrëdhëniet e reja që vazhdon bashkia me këto dy komuna që njëra është në Kroaci dhe tjetra është në Poloni. Duhet shprehet dakord pas miratimit të Ministrisë së Jashtme, e keni bërë edhe për binjakëzime të tjera, kështu që është në vazhdon e binjakëzimeve që po bën bashkia me komuna dhe bashki në territorit e Bashkimit Evropian. Kush është pro? Po, kemi ke pika 7, mund ta vazhdojmë. Lega. Po. Me qenë se ngritëm ashtu, ta diskutojmë ke pika 7 atë që. Atëherë vazhdojmë me pikën 7.
binjakzimin me Republikën e Polonisë. Jo me Jo, do të kalohet pikë për pikë. Po jo binjakzim. Jo, diskutim për nuk bëhet binjakzimi me Poloninë, bëhet binjakzimi me komunën e Polonisë. Nashi dhe vjedhës në gjithë. Dhe unë po marrë këtë rastin që nga pasil, edhe për sa i përket relacionin zhvillues, historik, njerë të jetë, dhe të mirat dhe përfitime sësi. Ka përfitime nga të shumëta aktivitete ka një kohë në rast pas rast, fondeve, institushme, programe, bashkimit Europian, donatorëve, mundësive bugjetore, faqeve nga arsim, kulturë dhe shumë. Në rini, por do ishte ma konkrete të japi një shembull ky binjakzim që ne vetë. Në një rast konkret. Mos të marrim zhvillimin përgjithshëm sepse shumë të miratuar dhe e dyta, unë e vlerësoj edhe koordinatorin për projektin, zotin Mark, e vlerësoj dhe respektoj për projektin për relacion që na sjell. Dhe i kam thënë edhe bashkisë. Kemi edhe për një tjerë punë në bashki që nuk punojnë fare. Kanë filluar vinë nga 2-3 orë, i shoh ilegali, por nuk punojnë bashkë. Ma shkas, zoti kryetar, që diskutimet tona merren politike, normalisht jemi dhe politike, diskutim. Por ne kur diskutojmë kërkojmë diçka. Sepse s'kemi nevojë të bëjmë kërkesë në shkrim, sepse këtu jemi live, jemi në regjistër elektronik, tu me nëse e kërkojmë diçka këtu me gojë, është një lloj si bëjmë kërkesë në shkrim. Është regjistër elektronik që kërkojmë. Ne kemi kërkuar. Në Bashkimin e Ditë ka ndodhur ndryshime strukturore. Ne nuk i njohim punësit. Ne nuk i dim pozicionet e tyre. Ligji ta jep të drejtë që ti e mbrosh, ti pozicionosh, ti kalosh dhe vendimore që kërkojnë se u shkrim dhe gjesi. Por ne nuk i njohim. Na vjen në dispozicion organika bashkisë, struktura re, pozicionet e punës, unë du ta di ky persona punën në bashki, a punën që ditë në shtëpi. Dhe me rrogën jemi të kalu mi temë tjetër. të politike që. Do të fol Edhe politikisht. atje kaloj, se tash jepet Po do flas politikisht edhe unë pastaj. edhe ti flasësh politikisht. Unë kam argumentet e mia këtu. Po nuk e kishe këtë pikë në rënd të ditës, lega. Unë shkas ke ky projekt. Por konkretisht projekte të tilla do doja zoti Marman Të jenë të ndjeshme. pasash mush na jepet argument në një rast aktiviteti. Ku janë benefitet? Se benefitet përgjithshme shumë janë të gjitha në ndrojë. Tani do të jap unë një përgjigje. Faleminderit, lega. Lek. E para, për sa i përket binjakësimeve, unë mendoj që Këshilli Bashkiak absolutisht po dhe edhe çdo mirëditor për krijimin e marrëdhënieve të reja mes Bashkisë Mirëditë dhe komunave apo bashkive në vendet të Bashkimit Evropian, mendoj që duhet jetë ndër hapat shumë të rëndësishëm që duhet ndërmarrë bashkia pikërisht për krijimin e këtyre marrëdhënieve, jo vetëm për të pas komunja binjakëzimi, por edhe për të prit gradualisht, meqense Shqipëria 2030 e jotja, lek, kërkon të hyjë në Bashkimin Evropian, e jotja. Po, e kërkojmë gjithë realisht edhe ma para se në 2030. Lutem. Dhe lek, ja ta shpjegoj pak. Dhe krijimi i këtyre marrëdhënieve është shumë i rëndësishëm. Krijimi Po. Po ka çka binjakëzim. Po. Shumë qartë, por do doja një benefit në cilin sektor
Shiko, projektet Oleg, shiko. Të shkëlqyrim të gjitha, as ata. Ne t'japim një eksperiencë konkrete edhe ata. Edhe bëjmë të mira që kërkojnë Përgjithsisht komunat të cilat kemi bërë binjaqësime janë të ngjashme në disa fusha me Bashkinë Mirdit. Qoftë në, po themi, komuna që kemi Pezinok në Slovaki, që është përvreshtari, qoftë komuna tani në Kroaci, absolutisht një komunë me një sipërfaqe të jashtëzakonshme bujqësore, për bujqësi, apo komuna tjera që kemi bërë binjaqësime kanë specifika të përbashkëta me Bashkinë Mirdit. Dhe në këto fusha i ka sjellë Bashkisë Mirdit 10 raj nga po nuk ka puna me marrë raj mor lek tash. Lega, në moment atëre, atë vazhdojmë. Kush është pro për pikën 6 dhe 7 të rendititës? Pikën 6. Dhe 7 të rendititës. Një sekund, pika 6. Okej, hidh pikën 7. Pika 7, kush është dakord? Faleminderit. Miratohet pika 6 dhe pika 7. Kalojmë me pikën 8 të rendititës. Projekt vendimi numër 72 27-26 Lexoja si projekt vendim. për miratimin e letrës së marrëveshjes ndërmjet programit të Kombeve të Bashkuar për zhvillim dhe Bashkisë Mirdit. Po? Një minutë, do t'ju lutem tani që më franin. A keni lexuar letrën, sa do të jetë në letra? Një minutë. Atëherë, përshëndetje të gjithëve, nëse më lejohet. Letër marrëveshje është formati i cili përdor për komunikime zyrtare UNDP-ja, pra nuk është zgjedhje jona. Po, jo është zgjedhje që UNDP-ja e përdor për gjitha marrëveshjet. Programi i zhvillimit po UNDP-ja. Po Atëherë, faleminderit Gjovi, kush është pro? Kundër abstenim. Mos gaboj. Kundër abstenim, faleminderit. Mos gaboj këtë temë, pikërisht marrëveshjen me UNDP-n e kemi diskutuar edhe në një mbledhje tjetër, ku kryesisht përfiton Rubiku dhe përfitojnë të moshuarit e Rubikut për sa i përket ndërtimit të një qendre ditore për të moshuarit. Dhe këto janë letrat dhe në Rubik, po. Atëherë vazhdojmë me pikën 8, pikën 9 të rendititës, projekt vendimi numër 71 datë 27-26 për miratimin e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve në programin buxhetor afat mesim 27-29. Po, Lora, që mund nga thush? Artimi i tavaneve përfundimtare është bërë mbi bazën e dokumentit fillestar, i cili ka kalu gjitha fazat para Këshillit Bashkiak, me kalendarin e veprimeve të mbylljes së projekt buxheteve në të gjitha fazat, tavanet edhe miratimin e dokumentit fillestar. Vetmi ndryshim që është bërë ke tavanet është shtesa që është bërë në bazë të udhëzimit të korrikut të 2000 të këtij viti,
që ka ardhur një shtesë për transfertën e pakushtëzuar dhe është bë ndryshimi. Është bë shtesa, është përndarë dhe është një shtesë simbolike në fakt, cilin ja u kam shpjeguar ke relacioni për secilin vit, ndërsa transferta sektoriale dhe të ardhurat nuk kanë ndryshuar. Ndryshimin e keni te faqja e fundit shtesa në transfertën e është një shtesë minimale dhe e kemi shpërndarë duke u kemi pasur arsyeshme në shpenzimet operative. 1 miliard lekë për secilin vit. Dhe kemi bërë dhe sistemimin që me të drejtë frani bani vretjen për pjesën e pagave që nuk mund vinë në rend ulje, por janë të barabarta me 2026. Se pastaj për çdo ndryshim pagash vjen shtesa me qeverie. Faleminderit, 1 minutë lega, se ka ngrej dorën gerta para terit. Qofse Desha një pyetje kështu procedurale. A duhet ky dokument shoqëror një plan investimesh, se ne shohim të ndryshimet po cilat investime parashikohen ndryshojnë, realizohen dhe mos realizohen. Pyetja e parë. Pyetja e dytë është ajo që kam bërë përshtypje është PPBA-ja, arsimi në 2027 thotë vetëm vlera 5 vjet. Ndërsa është 6.800 vitet që vjen. Se në arsimi për 2027 ka ka çfarë fond parashikuar në shpenzime kapitale. Arsimi. Është bashkë faqja e dytë. Ma e patë nuk përfundon. Arsimi, shpenzime kapitale 50. 6.800, do me thonë, mu më tregojnë që në 2027 për arsimin nuk është se i kemi dhënë në ndonjë rëndësi të madhe. Dhe pyetja tjetër është, edhe e fund, për zotin kam shumë, po mundohem dhe i filtroj. Të ardhurat nga dhënia me qira e aseteve në pronësitë bashkisë. Në 2024 shuma këtu është 20.417, pastaj është 14.099. Pse ka një rënje nga 2024 në 2025 dhe në vijim të ardhurave nga qirat e aseteve në Bashkinë Mirdit? Faleminderit. Kemi një rënje në mbledhjen e të ardhurave, kemi një rënje drastike në të gjitha të tarifave, taksave, ka rënje. Ka rënje. Gerta, a të planifikimin vjetor? Tu t'je planifikimi, faktikja sa është, faktikja, jo planifikimi, faktikja. Faktikja pra? 5 mujosh i parë i vitit është në rritje për mbledhjen e taksave të tarifave. 5 mujosh i parë, 6 mujosh, po ta marrim 6 mujosh. Okej, kur ta shoh, të vitit është realisht gjysmë për gjysmë me parashikimin që kemi bërë. Të ardhurat nga dhënia me qira aseteve nga 20 është në 14, nga 20.000 është në 14.000, nga 2024 deri në 2025. Çka kupton me asete të arsimit? Jo, asete të ardhura nga asetet, të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të bashkisë. Ne nuk kemi asnjë objekt të arsimit në nuk e di o Flor, lutem se është ke faqja mund të jenë objekte të ndryshme. Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të bashkisë.
Jo të arsimit, nuk jenë. Aseteve, jo të arsimit. Jo, aseteve jam të thonë, arsimi ishte tjetër gjë. Po mund të ketë rane nëse nuk i marrin o. Tani pyet ndeshja iniciale. Po? Maksim 3.000. Kemi marrë vendimin e të Këshill për lidhjen e pagave, një pjesë është rrit paga, një pjesë është privilegjuese për kaluar përgjegjës dhe drejtor, një pjesë specialistësh në Bashkinë Mbirdit janë të penalizuar me 3.000 lekë të reja të ardhura mujore. Njëkohësisht kemi të bëjmë dhe me indeksimin e pagave vjetore, sa i takon 2.5% e secilit prej pagave. Dhe do të kërkoja që në shtator kjo të rishikohet dhe të andjerit të Këshillit. Është një drejt që u bëhohet, kategorive tjera u kemi dhanë, tu ka një penalizim. Pastaj, nëse organika bashkisë është shumë e fryrë, le tulet numri punojësve, le mos të drejtat ligjore të riven punojësve. Po tani ka lidhje se efektiviteti dhe eficienca, para një muajin e hoqim 3 vetë ka puna, për efektivitet dhe eficiencë. Sot ne marrim 5 tjerë. Po tani po merë, është drejta juaj. Ti marrish dhe ti heqish bazë ligjit. Ne shikojmë, por kemi drejtën tonë të kërkojmë se për gjitha fondet e buxhetit të trashëguara sektoriale përgjegjës është Këshilli. Dhe bazë tyre se tabelat i ke për sakta, do t'i kishim diskutuar në mbledhjen e Komisionit Ekonomisë. Aty Komisioni i Ekonomisë përbëhet prej 5 vetësh, 7 vetësh? 7. 4 i ka e djathta, 3 majtë. Sigur ne të majtit mos dhe fare, Komisioni të mblidhët, ti diskutoj, ose t'ja japin dorëheqje. Sepse është komisioni më kryesor në këtë bashki. Aty diskutohen, rezaurohen, diskutimet, s'kemi pse të vim me emra me ashtu, por shumë mirë që vim, se vendimore e ka Këshilli. Por ti krahasisim pak dhe t'i sjellë. Dhe do të kërkoj edhe pres që mujnë shtator indeksimi pagave për gjithë administratën e bashkisë dhe njëkohësisht ky boshliku prej 3.000 lekësh të rregullohet. Faleminderit. Okej, faleminderit lega. Po? Në lidhje me vitim të në 2 zonjave dhe qërë dhe Gerda. Të ardhët të zonjë me qëra thot të asetën në prosit bashkisë Mbirdit. Në kryet faqës thot, fakti i vitit 2024 është 20.000 kare që fakti, pra është mbjadë në vitin 2024. Fakti 2025 është 14.000. Nësa plani fillestar është, pra një, kjo ardhja me hullë është realizimi faktik që ka qenë 2024, realizimi faktik 2025 dhe plani parashikimi që është për 2026-2027. Pra nuk është pra se ka në ullje, po ka është fakti i realizuar nga 2024, në 2025 ka pas një ullje prej gati 5.000 hektë me Faleminderit. Atëherë kush është pro? Kush është pro? Ti projekt vendimit? Ju lutem katona. Lutem faleminderit. Qasëm me vota pro. Faleminderit. Atëherë kalojmë me pikën 10 të renditditës. Projekt vendimin numër 75, datë 27/26 për përdorim fonde rezervë me 60.000 lekë për dhënien e ndihmeve financiare. Kush është pro? Po? Në ashtë të projekt vendimi kena rëzullë dhe para 2 muajsh. Pasi pse vjen pra në Këshillë. Të kësaj? Sepse E parë, e dyta. Do të thënë, në çdo unë për vetë ndihmën nuk do të votoj as në lloj projekt vendimi për dhënien e ndihmeve nëse nuk është për të smuar pa qenë në krizën e mjekut specialist. Jo me krizën e punësve të bashkisë. Faleminderit. Unë nuk e di se kush është,
tre raste që kanë përshtypjen të tre të gjithë ministrin dhe s'ka nevojë për epikrizë, por gjithsesi keni drejtë për epikrizën mund ta sjellni. Atëherë, kush është pro për vendimit numër 75, datë 20? Miratohet, falenderit, kundër abstenim? Abstenim. Atëherë, për vendimi numër 77, 27-26, për fond rezerv, përsëri, Bashkia Mirdit, Bardhok, Kola. 50.000 lekë. Kush është pro? Që me flet dalje në spitali nga gjitha. Falenderit. Atëherë, për vendimi numër 78, datë 27-26, për përdorim fonde rezerv për ndihmë financiare prej 50.000 lekë shtreja të zotit Pashsiziu, kush është pro? Falenderit, miratohet. Invalidi ai që... Atëherë, pika 13 e rendititës është hequr, pika 14 e rendititës në mbrëmsi ka informacionin të cilët ju e keni marrë mbi plotësimin e gjitha detyrimeve që Tet Albania ka realizuar. Kemi edhe diçka zoti kryetar. Kryetar, kam dhe i kërkesë tjetër, sepse o Gerta, të lutem, lokalet e Rrshenit na janë kthy në lokalet diskotekash dhe bëjnë shqetësim dhe sot kam kërkuar që ditë edhe drejtori i policisë këtu, sepse ka lënë çdo lloj limiti ore, një dhe zhurma marramense. Jo, ta jeni ndjeni dhe... Si? Lene botërorin, se ka marru botërori tash javë. 10 ditë u bo, se ka marru botërori. Ka dasma, ka valle, ka të shenjë dhe... Jo, lokalet poshtë pallateve. Lokalet poshtë pallateve i kanë... Si? Po jo, se nuk... Tani, a më lejoni vetëm 2 minuta? Tani, a më tjeta... se një gundë. Edhe për... për me dujnë? Ashtë jashtë prejnë. Asë nuk e du pitova tani. Por për informacion që tani... Një pas problematik me dëndimin e 2 mjetëve të bashkisë së ndërë me rëndikat, janë regullu, gjatë gjithë notës kanë qenë duke pashtru në kretur 3, dhe besoj se mrena